Ish komandanti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Rustem Mustafa Remi, ka reaguar ashpër ndaj qeverisjes aktuale në Kosovë, duke theksuar se vendi ka nevojë urgjente për ndryshim në mënyrën e udhëheqjes. Ai ka kritikuar mungesën e efikasitetit dhe vizionit në qeverisje, duke theksuar se kjo situatë po pengon zhvillimin e vendit. Kosova nuk ka më hapësirë për qeverisje që vuan nga plogështia dhe mungesa e vizionit kreativ. Interesi shoqëror kërkon largimin e individëve pa kompetenca që mbajnë peng zhvillimin, ka deklaruar Mustafa. Sipas tij, një qeveri me numër të madh zyrtarësh, por me pak rezultate konkrete, përbën barë të rënd për buxhetin e shtetit. Një qeveri e madhe në numra, por e vogël në punë, është barë e rënd për buxhetin e shtetit, është koha për një ekzekutiv kompakt, llogaridhënie dhe të dobishme, ka shtuar ai. Në fund, Mustafa ka bërë thirrje për reformim të thellë të ekzekutivit, duke kërkuar një qeveri më funksionale dhe më të përgjegjshme ndaj qytetarëve. Gazetari Shkumbin Kajtazi ka lëshuar një deklaratë që ka ngjallur debat në opinionin publik shqiptar, duke sugjeruar se ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi mund të synojë në të ardhmen postin e presidentit të Shqipërisë. Kjo deklaratë vjen në një kohë kur Thaçi po përballet me proces gjyqësor në Hag, ndërsa vetë ka deklaruar se është tërhequr nga gara aktive politike. Në një intervistë të dhënë për gazetën gjermane, për gazetarin Michael Martens, Thaçi u shpreh se pret drejtësi nga procesi që po zhvillohet ndaj tij, duke theksuar se aktualisht nuk është i fokusuar në angazhime politike. Megjithatë, deklaratat e Kajtazit sugjerojnë një tjetër skenar për të ardhmen e tij. Duke folur në emisionin televiziv në Klan Kosova, Kajtazi u shpreh se Thaçi nuk pritet të qëndrojë pasiv pas përfundimit të çështjes ligjore dhe mund të rikthehet në skenën publike në një rol të ri përtej politikës tradicionale partijake. Sipas tij, presidenti mund të shfaqet si një figurë unifikuese për shqiptarët, duke ka përcyer ngjarjet e zakonshme politike. Nuk është ndonjë çudi. Vitet e fundit kemi parë një afrimitet të figurës së Thaçit në Shqipëri, veçanërisht nga kryeministri Rama, deklaroi Kajtazi, duke nënvizuar se kjo mund të ketë qenë pjesë e një përgatitjeje të heshtur për një rol të ardhshëm institucional në Shqipëri. Ai shtoi se një zhvillim i tillë mund të ndodhë pas përfundimit të mandatit të presidentit aktual të Shqipërisë, Bajram Begaj, i cili pritet të mbyllet vitin e ardhshëm. Sipas Kajtazit, kjo do të përkonte me një moment të rëndësishëm për vendin, duke qenë se Shqipëria synon integrimin në Bashkimin Evropian. Në këtë kontekst, ai e sheh të mundur që një figurë si Thaçi të shërbejë si simbol i bashkimit kombëtar, duke forcuar lidhjet mes shqiptarëve në rajon dhe duke reflektuar një qasje më gjithëpërfshirëse në politikën shqiptare. Megjithatë, një skenar i tillë mbetet në nivel spekulimi dhe nuk është konfirmuar nga vetë Thaçi apo nga faktorë zyrtar politik në Shqipëri. Për më tepër, zhvillimet e ardhshme në procesin gjyqësor në Hag pritet të kenë ndikim të drejtë në çdo angazhim të mundshëm publik apo institucional të ish presidentit të Kosovës. Deklarata e Kajtazit ka hapur diskutime të shumta, duke nxitur reagime të ndryshme në publik dhe në qarqet politike, ndërsa mbetet për tu parë nëse një ide e tillë do të marrë formë konkrete në të ardhmen.